Apo dalin armët e policisë jashtë kontrollit. Armët zyrtare po përdoren edhe jashtë orarit. Në Kosovë gjithnjë më shpesh po ngrihet shqetësimi për një dukuri të ndjeshme. Përdorimi i armëve zyrtare nga zyrtarët policor jashtë rregullave dhe jashtë detyrës zyrtare. Një rast i fundit është raportuar para 2 ditësh në fshatin Mramor të Prishtinës. 2 zyrtarët policor, Artan Gashi dhe Albion Alshiqi, dyshohet se kanë përdorur armën zyrtare jashtë detyrës. Në vendngjarje janë gjetur dhe sekuestruar 55 gëzhoja, duke ngritur dyshime serioze për përdorim të armëve të zjarrit. Me urdhër të prokurorit, rasti është iniciuar për veprat penale, përdorimi i armës apo mjetit të rrezikshëm dhe shkaktimi i rrezikut të përgjithshëm. Të 2 zyrtarët janë suspenduar nga detyra, u janë sekuestruar armët zyrtare dhe janë liruar në procedurë të rregullt, ndërsa hetimet po vazhdojnë. Kujtojmë që një rast i rënd ka ndodhur në vitin 2022 në Zllatar të Prishtinës, siç ka raportuar Sinjali gjatë një feste në një vilë private ku ishin të pranishëm rreth 15 zyrtarë policor. Situata ka përfunduar tragjikisht pas përdorimit të armës zyrtare. Si pasojë e një shkrepjeje aksidentale ka humbur jetën zyrtari policor 27 vjeçar Lirim Haxholli, i cili ishte djali i Hasretit. Ai u dërgua me urgjencë në QKK, por nuk arriti të mbijetoj plagëve të marra. Pas ngjarjes, Inspektoriati Policor i Kosovës arrestoi dhe suspendoi disa zyrtar policor, përfshirë edhe personin e dyshuar për vrasjen aksidentale, si dhe kolegë të tjerë që ndodheshin prezant në aheng. Hetimet më vonë zbuluan se një pjesë e zyrtarëve nuk ishin raportuar përdorimin e armëve. 3 vite më pas, gjykata themelore e ka shpallur fajtor policin Fatlo Mehmetin për veprën penale të vrasjes me dashje eventuale ndaj kolegut të tij, i cili është dënuar me 8 vite burgim.